Referendumi i 1 e 2 mars 1992. Para 34 vitesh, më datën 1 e 2 mars të vitit 1992, është mbajtur referendumi shqiptarëve në Preshevë, Medvegje, Bujanos për autonomi politiko-territoriale dhe bashkangjitje me Kosovën Am. Këto tri komuna janë territori banuar me popullat shumicë autoktone shqiptare, i shkputur padrejtisht nga trungu i Kosovës historike. U ndall dhe u aneksua nga Serbia. Pra, para 34 vitesh, ku për 2 rresht të vitit 1992, ne populli shqiptari, tri komunave, shpallëm këtë krahin si autonome, duke themeluar dhe kuvendin për autonomi territorialo-politike të shqiptarëve me të drejtë bashkimi me Kosovën Am. Referendumi 1 e 2 mars 1992 përfaqëson një moment historik. Ishte edhe mbeti artikulimi politik i shqiptarëve të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanosit, një formësim i angazhimit si kolektivitet i organizuar i këtij rajoni. Është treguar pjekuria e faktorizimit politik i manifestuar si rezistencë e shqiptarëve për të treguar përmes organizimit dhe daljes për votim në referendumin plebiscitar. Ishte rrëfyes për vizionin e të ardhmes politike. Ishte rezistencë politike për të drejtat individuale dhe kolektive, për të qenë barabartë jo më pak se të tjerët. Referendumi shpalli këtë krahin si autonome, duke themeluar dhe kuvendin për autonomi territoriale e politike të shqiptarëve për këtë rajon. Është kontribut të gjithë forcave politike intelektuale, ishte një akt i lartë historik, ishte një unitet dhe veprim i përbashkët të gjithë subjekteve politike shqiptare. Ishte shprehje e vullnetit të pjekurisë politike, ishte plebiscitar dhe popullor, që ishte përcaktim politikit të ardhmes, duke marrë përgjegjësinë për të shtruar, ngritur për zgjidhjen e çështjes së kësaj krahine, duke respektuar gjithnjë aspiratën e shprehur në formë plebiscitare përmes referendumit. Pra, ky referendum i mbajtur më 1 e 2 mars të vitit 1992 dhe kryengritja e armatosur nga UÇPMB-ja, që mbrojti pragun, dinjitetin dhe identitetin. Përmes kësaj sakrifice të luftës u arrit nën prezencën monitorimin e palës nga BE-ja dhe palës ushtarake dhe politike ndërkombëtare në një farë mënyre ndërkombëtarizimin e këtyre përmasave. Po ashtu edhe marrëveshja e Konçulit ishte një arritje në nivelin në instanca më të larta ndërkombëtare, tregon se nuk është vetëm çështje e brendshme e Serbisë. Referendumi 1 e 2 mars të vitit 1992 përveç tjerash manifeston se shqiptarët vazhdojnë të ruajnë dhe të jenë autokton të kësaj krahine, pasi reflektojnë vazhdimsinë historike dhe etnokulturore të shqiptarëve në këtë hapësirë. Kjo krahin, mbi të gjitha, nuk e ka të zgjidhur statusin politik e juridik dhe kërkon zgjidhje të drejtë përmes mjeteve politike e demokratike. Zgjidhja e çështjes të jetë e qëndrueshme dhe me ndërmjetësimin e palës ndërkombëtare. Autori i këtij vështrimi është profesori Refik Hasani, publicist dhe veprimtar nga Bujanosi.